Atëherë, faleminderit, me qenë se është edhe për mua hera e parë që flas nga ky kuvend, I falenderoj gjithë ata që mbështetin lëvizjen vetëvendosje në zgjedhjet e fundit. Fjalimet e opozitës që u dëgjuan deri tash mund të them lirisht se janë pothuajse të njëjtat që I kemi dëgjuar ne që s'kemi qenë këtu më herët edhe nga televizioni për 5 vite me radhë. Pat fjalime edhe ndër opozitarët që sidomos I fundit I zoti Quni që megjithatë pat një kuptim sepse pat një qasje konstruktive dhe kërkoj diçka konkrete që jam shumë dakord, mirë po me akuzat kota siç pati më herët, me fjalimet përsëritura që 5 vjet, nuk besoj që është qasje me cilën duhet vazhdoj punën ky kuvend. Për vite tëra kam qenë vetë opozitar në komunën e Prishtinës, e në atë kuvend mbi 90% pikave trendit ditës I kemi votu. Pra kemi dëshmu që nuk kemi qasje blokuse si shpesh herë shihet në kuvendin e Kosovës. U tha se ministritë e reja nuk pas kanë buxhet dhe prandaj nuk duhet votohet ky projekt buxhet, por ju e dini se rishikimi I buxhetit fillon me njëherë dhe ky problem zgjidhet. Pra jam I bindur që shumica nga ju këtu e dini fare mirë këtë çështje, por megjithatë e problematizoni dhe tentoni që kështu ta mjegulloni opinionin publik. Në Prishtinë, në kryeqytet, pra në buxhetin e fundit që është votuar, drejtoritë e reja që parashihet të formohen nuk janë të parapara në atë buxhet. Pra, të kritikosh, sidomos nga Lidhja Demokratike, për këtë çështje, Qeverinë e Republikës së Kosovës, ndërkohë vetë buxhetin që është votuar në kryeqytet, nuk parashihet asnjë limë buxhetore për drejtoritë e reja, është sinqerisht hipokrizi. Përveç tjera, shu përmendë edhe unaza e jashtme, e cila po ashtu nuk parashihet në buxhetin e kryeqytetit, të votuar këtë vit nga kuvendi komunal, të propozuar nga kryetari Rama. Prandaj, këto kritika, pra po them, do të ishin të mirë së ardhuna, mirë po qasja blokuse dhe kjo qasje pra që I tjetërson ose e gjykon të njëjtin fenomen me 2 standarde, sinqerisht besoj që edhe në zgjedhjet e fundit e keni marrë një rezultat si dënim I kësaj qasje, prandaj uroj që deri në fund do të reflektojmë gjithë sa I përket kësaj pike. Faleminderit.